ProLiq Podcast, unë mbështet nga Mirë se erdhët në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Profesioni është njeriu apo njeriu është profesioni? Në çdo profesion, ajo që ngelet me rëndësishme është formula magjike me të cilën ti e trajton atë që ushtron, dhe në këtë aspekt, profesionisti është mirëndësishmi. Kur e takova doktoresh Erionën, për herë të parë, ajo më impresionoi me paqen që përcillte dhe me komoditetin që të krijonte, që nuk e ke luksin ta hasësh shpesh. Për dimensionin profesional të saj, s'kam pasur kur dyshime, sepse prej vitesh në çdo tavolin mikeshash, nëse referohej një mjeke dermatologe ku mund të kishe besim, ka qenë doktoresh Eriona Shehu. Nderi madh ta kem sot në ProLiq për të bërë një diskutim mbi kufinë etik dhe profesional të një mjeku dermatolog. Doktoresha, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e nderuar të të kem sot këtu. Faleminderit. A kemi ne një shoqëri estetike? Nëse po, nga çfarë ushqehet kjo e fundit? Nga dëshira personale për ta përmirësuar veten apo nga presioni që na bën shoqëria? Esmeralda, unë e them gjithmonë, njeriu mbetet njeri, qenia njerëzore. Ajo çfarë ndryshon shpërfaqjen e tij, pra çfarë manifeston, është konteksti. Dhe qenia njerëzore shqiptare është në kontekstin e vetë shqiptar, i cili është një çik i komplikuar. Doktoresha, çfarë protokollesh ndiqen në Republikën e Shqipërisë për sa i takon profesionit të një dermatologu? Dhe a ndiqen këto realisht këto protokolle, si zbatohen dhe sa detyruese janë në profesionin tuaj? Siç jemi mësuar në dermatologjinë klasike, të jemi të mbështetur në protokolle, si në trajtimin e situatave të caktuara, ashtu dhe të komplikacioneve që vijnë pas këtyre situatave. Por që ka shumë boshllëqe, sepse deri në momentin që këto protokolle unifikohen dhe miratohen nga Ministria e Shëndetësisë, me sa duket do të jetë një kohë shumë e gjatë përpara dhe do presim sa të arrijë kjo, do punojmë që të arrihet sa më shpejt. A ekziston realisht vullneti përbashkët i të gjithë profesionistëve për të krijuar një rregullator i cili do të jetë funksional dhe i zbatueshëm nga të gjitha klinikat estetike? Vullneti ekziston, por duhet të kuptojmë diçka. Gjithmonë ajo që bën ligjin është forca e shifrave, e numrave. Dhe ne profesionistët e dermatologjisë jemi shumë pak numerikisht. Ndërkohë që e shohim shumë mirë se çfarë ndodh vërdall. Hapen klinika pafund, konsiderohen klinika nuk e di sa mund të jenë të tilla kur nuk kanë një mjek brenda. Ndoshta edhe një licencë të munguar. Qendra estetike pafund, është dermatologjia estetike një specialitet i cili po bëhet nga jo mjek, po bëhet gjithandej i pa kontrolluar, i pa licencuar. Çfarë risku sjell realisht kjo nëse do donim ta racionalizonim riskun? Një mjekësi estetike e realizuar nga mjek jo profesionist, çfarë problemesh mund të shkaktojë nga ana e shëndetit të gjithë atyre personave që ja besojnë këto ndërhyrje apo këto lëvizje estetike personave që nuk janë mjek? Unë po e bëj vlerësimin e situatës me një paralelizëm. Kam mbaruar fakultetin e mjekësisë, jam diplomuar fillimisht si mjeke e përgjithshme dhe pastaj kam bërë specializimin në dermatologji. Nuk kam bërë specializim as si mjeke familje, sepse dhe për mjeke familje kërkohet një specializim ekstra. Dhe pavarësisht formimit 6 vjeçar në fakultetin e mjekësisë, një problem të timin kardiak nuk doja besoja vetes time. Doja besoja specialistit të zemrës, kardiologut. E njëjta gjë. Lëkurën nuk mund ta besojmë në duar jo mjekësore në radhë të parë, që është e frikshme. Nuk mund t'ja besojmë njerëzve që nuk janë të specializuar, nuk janë të trajnuar, nuk janë të formuar. Këtu pastaj futen në lojë gjithë ato vakumet apo problematikat e situatës. Nuk ka trajnime të mirëfillta që bëhen në Shqipëri, futet në lojë abuzivizmi, sepse për të shitur 2 apo 3 produkte unë mund të marr dikë dhe të them e trajnova me një 2 orë trajnim, me një kurs 2 orësh, 5 orësh, 10 orësh kurs ngelet.
Ndërkohë që një dermatolog arrin që të mbaroj fakultetin e mjekësisë, bën specializimin dhe pastaj bën formimin e orientuar dhe drejt mjekësisë estetike. Dhe që shpeshherë sepse kujtoj një situatë në vitin 2008, kam qenë në një nga kongreset e mëdha të mjekësisë estetike dhe ishte me demonstrime live, ne shikonim se çfarë bënte referuesi, po punonte mbi një paciente dhe bëri një komplikacion live. Të gjithë u panikosëm, gjëja e parë që thash unë është, jo, nuk kam për të prekur kur gjilpëra me dorë, nuk do ta bëj kur këtë në jetën time. E bëra, jam mjeke, nuk lëviz dot nga kjo. Por, mendoj vetëm kaq, ne jemi në 2026, unë që prej vitit 2008 kam filluar të merrem fuqishëm, sikurse gjithë koleget e mia dermatologe, dhe e them me plot bindje këtë, kam filluar të merrem fuqishëm me komplikacionin. Ty mund mos ndodhi kurrë një komplikacion, gjithë jetën tënde profesionale. Ama po ndodhi, ti duhet jesh gati aty për të reaguar për pacientin. Sepse ky është parimi kryesor i mjekësisë. Në radhë të parë, mos bëj dëm. Po u zbatua ky si parim, atëherë çdo gjë është në rrugën e duhur. Pacienti është i mbrojtur, është i sigurt me ty dhe ti vetë je sigurt në rrugën tënde, sepse duhet të mendojmë edhe për sigurinë tonë profesionale, patjetër. Doktoresha, duke qenë se jemi në gati në stinën e verës, duke qenë dhe se lëkura është organi më i madh i trupit tonë, cilat janë faktorët e riskut nga të cilët predispozohet lëkura jonë? Lëkura është një organ i cili, duke qenë se është dhe më i madhi, ka kontakt më të madh me ndryshimet e jashtme dhe të brendshme të organizmit. Shpeshherë unë e quaj organi më llafazan i trupit, sepse diku aty në një organ apo në një sistem apo në një grup indor ti mund të kesh një problematik të caktuar dhe asnjë nuk flet, as organi, as sistemi, as grupi indor, por flet lëkura, manifeston atë çfarë po ndodh. Dhe duke qenë se ka këtë lloj përqasje apo këtë prekshmëri kaq të madhe, si me ambientin e jashtëm dhe me ambientin e brendshëm, specifikisht tani në periudhën e verës, patjetër që ekspozimi në diell është problemi kryesor. Ndotja ambientale është një tjetër problem madhor. Sjellja jonë si Ballkanas, i kemi shumë qejf pavarësisht se duam të nxehtin, i ftohim shumë ambientet e brendshme kur jashtë është shumë nxehtë. Pra ndryshimet ekstreme të temperaturave është një tjetër problem. Mund të jenë llojet e produkteve që ne përdorim. Pastaj faktorë siç janë përqindja e lagështirës, ndotja ambientale, fortësia e ujit, të gjithë janë faktorë të cilët e dëmtojnë lëkurën. Në verë rritet predispozita dhe për të bërë infeksione të shpeshta të lëkurës, rritet predispozita për të bërë alergjira të ndryshme të lëkurës dhe pickime nga insektet, të cilat dhe ato janë një zë më vete në dermatologjinë e verës, po ta quajmë kështu. Doktoresha, nëse do i ndaje me grup mosha, sipas grup moshave të caktuara, sa orë apo sa minuta duhet të qëndrojë secila prej grup moshave i ekspozuar në diell në kohën e plazhit? Sepse ne shqiptarët kemi këtë mentalitetin të rimsamshumor që të nxihemi, por sa e rrezikshme është realisht kjo? Është e rrezikshme. Ne i dëgjojmë shumë shpesh ato thënjet dhe kundra thënjet, diskutimet që bëhen deri absurditete të tipit dermatologët duan të shesin kremra, se doktorët farmacistët duan të shesin kremra, se kështu, se ashtu. Nuk është kjo ajo që ne kërkojmë. Kremrat blihen në farmaci, kalojnë ca filtra të caktuar, filtra klinik, filtra dermatologjik, farmaceutik dhe pastaj vendosen aty. Shkenca është kokfort, shkenca flet me fakte, shkenca nuk flet me thashe theme. Një studim i cili kalon pikërisht ato filtrat, merret, përpunohet, mbi të ngrihen studime të tjera dhe pastaj arrihet pikërisht në ato protokollet apo të gjitha udhëzimet që ne ndërtojmë. Ishte Australia vendi i parë që rriti vëmendjen karshi kancereve të lëkurës, sepse është vendi me incidencën më të lartë në botë. Dhe menjëherë pas alarmit që u ngrit në Australi si pasojë e numrit të lartë të kancereve të lëkurës pas 90-s, sepse dhe për Europën ishte jo shumë e zakonshme kjo lloj mbrojtje, filloi të rritej vëmendja edhe në Europë. Dhe tashmë është fakt i pakontestueshëm që të gjitha grup moshat që i përkasin fëmirisë e hershme dhe të moshuarit duhet që të ruhen jashtëzakonisht shumë nga ekspozimi në diell.
mundësisht deri në orën 10:30 para dite dhe pas orës 16:30 pas dite. Grupet e tjera moshore që janë më të rinj edhe që janë një çik dhe më kokfort, le të ekspozohen, por të paktën të ruhen mirë, që do të thotë të kenë kremin e tyre mbrojtës, të rrinë në hije në ato orët e pikut, të kenë kapele, të kenë veshjet e tyre specifike që janë për periudhën e plazhit dhe patjetër të jenë shumë të vëmendshëm ndaj çdo lloji dëmtimi apo ndryshimi që mund të ndodhi në lëkurën e tyre. Nëse vjen re pra një ndryshim, duhet të drejtohen menjëherë në një mjek dermatolog. Në mjekun dermatolog më të afërt. Dhe ndryshimet nënkuptojnë që nga ato skuqet e shpejta të lëkurës, djegjet, fluskat që mund të krijohen, temperatura e lartë trupore, dehidrimi, tharja e trupit, apo dhe ndryshimet të cilat janë të mëvonshme, njolla që mund të shfaqen në lëkurë, nishane që mund të kenë ndryshuar, nishane të reja që mund të kenë dalë, që të gjitha janë sinjalet e ripërsëris, lëkura është organ llafazan që lëshon trupi për të treguar që diçka aty po ndodh, unë kam nevojë për ndihmë. Organi më i përgjegjshëm në këtë aspekt, pra ka më shumë përgjegjësi për organet e tjera të trupit. Absolutisht po, edhe pse është më i nënvleftësuari, është një organ i cili duhet monitoruar me vëmendje. Do me thënë, po pati në lëkurë një patologji që zgjat, që nuk vetë rregullohet siç mund të ndodhi. Siç është mentaliteti shqiptar, presin se hikën. Atëherë, patjetër duhet kërkuar ndihmë. Po kërkon ndihmë lëkura, kërkon ndihmë edhe ti. Doktoresha, dua të kaloj në fakt të një pyetje jo naive, por e drejt për drejt. Apo rrezikojnë vajzat dhe gratë shëndetin e tyre nga trajtimet estetike që nuk kanë të bëjnë me sipërfaqen e lëkurës? E kuptoj. Unë e thash, mjekësia apo dermatologjia estetike është e re. Dhe duke qenë se është e re, ne jemi ende në proces të mësuari. Kemi shumë për të mësuar, jashtëzakonisht shumë. Çdo pacient është një leksion më vete, mësojmë për çdo pacienti, për reagimit të tij. Por patjetër që është mjekësi dhe si e tillë e ripërsëris bazohet në studime. Procedurat janë nga më të ndryshmet, ofrohen gjithashtu pafund procedura. Që shpeshherë ju më thatë një pyetje jo naive, unë do them një shprehje naive. Shumë njerëz të guximshëm që e marrin guximin dhe marrin atë shiringën edhe agen në dorë, për të bërë këtë përballjen me profesionistët, u referohen profesionistëve si të vjetruar, nuk njohin metodat e reja. Dhe qesh. Aty jashtë ofrohen pafund. Është një kërkesë e jashtëzakonshme. Patjetër që dhe oferta duhet i përgjigjet kësaj kërkese. Dhe ofrohen produkte, trajtime, si në çdo lloj tregu. Ofrohen produkte, trajtime pafund. Ajo që bën diferencën me mjekun është që mjeku nuk e fut lehtësisht një procedurë që ofrohet pa qenë i bindur nga ana shkencore dhe klinike që po, ky funksionon. Dhe janë dy strukturat të cilave ne u referohemi më shpesh. FDA-ja, që është Food and Drug Administration në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është enti rregulator, është edhe EMA, European Medical Agency, e cila është gjithashtu gatekeeperi apo kontrollori i asaj çfarë ndodh me produktet që aplikohen mjekësore në popullat. EMA është më strikte, ka më të fort legjislacionin. FDA-ja është pak më liberale. Megjithatë, sapo FDA-ja jep miratimin e parë, ne themi apo u hap dera e parë, u hap një dritë jeshile. Dhe pas kësaj, edhe pas miratimit, ajo që presim të lexojmë apo të ndjekim janë studimet. Dhe tashmë, për të vajtur tek pyetja, meqense u zgjata, studimet e para kanë dalë. Dhe shpeshherë u thoshim pacientëve, acidi hialuronik rezorbohet ikën 100% nga lëkura. Tashmë nuk e themi më këtë. Ne dim që ka individ që kanë injektuar acid hialuronik, u është injektuar, dhe 10 vite, vetëm pas një injeksionit të vetëm, ata vazhdojnë të kenë gjurmë të acidit hialuronik në lëkurën e tyre. Dim që nga frekuenca e madhe apo nga shpeshësia aplikimit të acidit hialuronik dhe sasit e mëdha kanë filluar të ndodhin edhe dëmtime kockore. Por dim që ka zona të cilat janë të pacertifikuara për t'u aplikuar acid hialuronik, siç është hunda për shembull. Aplikimi i fillerit apo acidit hialuronik në hund në raste të caktuara mund të çojë deri në verbim të individit brenda 6 orëve të para nga aplikimi. Ja që kemi një tjetër situatë. Pra, është ende një fushë e mjekësisë në të cilën vazhdon të studiohet,
një rezultat i sotshëm hedh atë të djeshmin dhe i nesërmi mund të hedhi poshtë këtë të sotshmin, sepse siç punohet, ashtu edhe është duke u studiuar dhe do ketë edhe viktima. Viktimat vinë sidomos nga papërgjegjshmëria e atyre individëve që marrin këto shiringat në duar, por edhe nga mos sensibilizimi i atyre që referohen në këto individ. A mungon realisht informacioni, doktoresha? Pra, gjitha ato gratë dhe vajzat që drejtohen tek një qendër estetike, a kanë informacionin e duhur për rezultatin e asaj që kërkojnë të presin, apo shpeshherë këto veprime janë edhe të nxituara dhe të pa mirë menduara? Janë, të gjithë faktorët janë bashkë. Unë do i më shoja prapa asaj që është më numerikisht më potent zëri i atyre që nuk kanë lidhje, i sharlatanëve, sesa zëri i profesionistëve. Por kemi dhe zërin tjetër, kemi zërin e rrjeteve sociale, ty të del një influencere, po themi, se tani me marketing agresiv, kanë ndryshuar dhe emri, nuk janë më influencer, quhen social media creators. Por ti ke dhe zërin e shoqërisë, mund të kesh një shoqe që ka ngelur e kënaqur edhe thot mora këtë shërbim, ngela shumë e kënaqur. Pra, presioni mbi individin është shumë i madh. Zëri ynë duhet jetë shumë i fortë. Por e ri përsëris, numerikisht ne jemi të pakët dhe nuk gjykoj që do shtohemi më shumë krahasimisht me kërkesat e popullatës. Kështu që do ketë edhe probleme në këtë fushë, do ketë përplasje të kësaj natyre. Ajo që është e rëndësishme është që mjeku të jetë shumë i drejt për drejt me pacientin, që do të thotë të shpjegoj komplikacionet e mundshme të një procedure, të uli pritshmëritë, pra ta zbresi pacientin në pritshmëri realistike. Sepse të vinë shpeshherë kam përshtypjen edhe me një foto dhe thonë dua të bëhem kështu. Patjetër. Por unë nuk kam parë deri më sot raste që të kem folur me pacientin edhe të mos më ketë kuptuar dhe të mos jemi dakordsuar për atë që arrim. Shumë rrallë më ka ndodhur. Po sepse ju flisni një gjuhë profesionistësh edhe s'ka se si të ndodhi kjo, të shkaktohet ky konfuzioni për atë që pacienti juaj pret. Doktoresha, a duhet një mjek dermatolog të refuzoj kryerjen e një procedure për të i kaluar atë përfitimin estetik që shpeshherë njerëzit presin? Patjetër që po. Duhet në radhë të parë kur është i bindur që risku është më i lartë se sa përfitimi, pra ka rreziqe të mundshme në lojë. Dhe në fund të ditës po flasim për procedurë estetike, nuk po flasim për procedurë jetë shpëtuese dhe duhet të zgjedh këtë sepse do përfitoj këtë, le ta rrezikoj pacientin sepse në fund ditës do jap jetën, punë e madhe se po i dëmtohet një organ tjetër. Do jetoj, le të mos e ketë, eksakt. Duhet sepse shpeshherë ndodh që pacienti është i pa informuar dhe duhet ta informoj mirë. Është i paformuar intelektualisht, hormonalisht, mendërisht, emocionalisht, mund të jetë në një situatë vulnerabël dhe kërkon që ta bëj për të kompensuar një gjendje stresante apo emocionante. Dua të ndalojmë pak këtu, sepse ju si profesioniste mund t'ia shpjegoni edhe audiencës, po edhe mua personalisht sepse jam kurioze. A ka një lidhje të shpjeguar shkencërisht kërkesa për ndryshime estetike me gjendjet psikologjike të individëve? Patjetër që po. Patjetër, ne kemi parë, të gjithë e kemi përjetuar. Dikush mund të hajë më shumë ëmbëlsira kur është i ngarkuar psikologjikisht. Dikush tjetër mund të shkojë dhe të bëjë shopping. Dikush tjetër mund të rrisi aktivitetin fizik. Vetë lëkura si organ, që kur ne jemi krijuar në barkë të nënës, është organ që e merr origjinën nga një njëjti grup që lizash nga origjinon sistemi nervor. Dhe e kemi thënë gjithmonë këtë asociacionin midis lëkurës dhe sistemit nervor. Sa herë vuan njëri, vuan dhe tjetri. Janë në një simbiozë vuajtjeje që të dy. Le pastaj përjetimi emotiv i shkarkuar mbi lëkurën tonë. Sidomos kur ky përjetim vjen si pasojë e presionit social që është vërdall nga rrjetet sociale, nga shoqëria, nga mass media çfarë i ofrohet individit. Kështu që po, patjetër ka lidhje, e padiskutueshme. Si duhet të trajtohen të gjithë ata pacientë që kërkojnë ndërhyrje sistematike të panevojshme, të cilat vlerësohen nga ana mjekësore si të panevojshme? Çfarë protokolle duhet të ndjekë një mjek dermatolog për ta shpjeguar ndalimin e kësaj procedure, sepse ne e dimë si funksionon? Me komunikim, vetëm me komunikim.
Në një nga kongreset që u mbajt në Tiranë, do kujtoj një shembull shumë specifik që një mjek psikiatër nga Kosova paraqiti. Janë dy dyer mjekësh në hallin e një spitali. Në njërin prej dyerve është dhoma e një profesori akademik, merr pjesë në borde ndërkombëtare, shumë i njohur, emër i madh. Në tjetrën është dera e një mjeku që nuk ka as titull shkencor, as një gjë, është thjesht medical doctor. Dhe dera e profesorit rri bosh, dera e këtij doktorit është plot me njerëz me një dyndje të paparë të njerëzve që duan të futen. Dhe këtu vim tek ajo çfarë është mjekësia. Mjekësia është komunikim. Mjeku duhet të komunikoj, duhet të flasi, duhet ta kuptoj pacientin. Vetë jam ndjerë në faj në disa raste, sepse si pasojë e presionit të kohës, ripërsëris jemi shumë pak mjek, kemi volum shumë të madh puna. Si pasojë e presionit të kohës, mund të ketë ndodhur që mund ta kem anashkaluar një histori pacienti. Dhe kur e kam ritakuar, më është dashur që ta ripërsëris, jam ndjerë keq për këtë fakt. Duhet ti kushtohet kohë, çdo pacienti, për çdo lloj problemi. Po more kohë, komunikove me të, bisedove, ti zbulon jo vetëm për pacientin, jo vetëm për pacientin estetik, edhe për pacientin e patologjisë dermatologjike. Dhe ai zbulimi çon në një përfundim të mirë si për mjekun dhe për pacientin. Kjo është pak pyetje e zakonshme, por edhe e jashtëzakonshme nëse do zgjedhësh që ta ndash. A ke një rast të ndonjë pacienti që ka lënë gjurmë në kujtesën tënde profesionale dhe a mund ta ndani me ne nëse e keni një të tillë, që ju ka diktuar rrugtimin tuaj? Që ju ka bërë të identifikoni se sa shumë dashuri keni ju për profesionin? Kam shumë raste, por unë do kujtoj një rast specifik, është nga periudha kur unë punoja si dermatologe në pediatri në qendrën spitalore universitare në Tereza. Është një rast që më ka lënë gjurmë, vjen një djalë i vogël nga Kosova, moshën 3 vjeçare. Fëmia ishte i mbuluar me artefakte, kishte shenja të qarta të abuzimit mbi të, kishte prerje në parakrah dhe në këmbë. Edhe e referova në shërbimin e dermatologjisë për ta hospitalizuar, sepse situatat të tilla janë shumë delikate. Hospitalizimi do çonte në një trajtim më të mirë dhe u zhduk brenda natës edhe nëna dhe fëmia. Ikën, nuk qëndruan në spital. Do të thënë, ngeli një fëmijë pa ndihmuar. Është e dhimbshme. Pa diskutim e dhimbshme dhe ne duhet jemi zëri që ndihmon parandalimin e këtyre rasteve të paktën tek fëmijët. Aty është dhimbja më e madhe, kam përshtypjen dhe bestimin e çdo nëne. Dhe të mendosh që ajo nën mund të ketë qenë edhe abuzuesi kryesor i këtij fëmije, kjo është pastaj për të vënduar në kokë. Dalin jashtë fuqisë, logjistikës, infrastrukturës, fuqisë së mjekut, por që janë pjesë e punës, edhe ne përballemi. Raste të tilla mund të ketë pafund, i shpëtojnë sistemit apo atyre mekanizmave kontrollor, rregullator, krijojnë viktima. Edhe kur i sheh këto lloj viktima është viktim në çdo lloj moshe, ti ndihesh keq përballë një viktime. Doktoresha, cilat janë sëmundjet tipike dhe më të shpeshta të lëkurës dhe faktorët që i nxisin ato? Po them diçka për ta ndryshuar një çike dhe gjendjen. E them shpesh, ne specialitetet e tjera të mjekësisë si dermatolog na kanë shumë inat. Edhe u kërkoj ndjes pacientëve dermatologjik, por u a them dhe pacientëve këtë, sepse shqyqyr Zotit pacientët nuk na vdesin kurrë, po dhe për t'u shëruar nuk shërohen kurrë. Që do të thotë patologjitë e lëkurës përgjithsisht janë kronike, tentojnë që të jenë kronike. Edhe si të tilla duan ndjekje gjatë gjithë jetës. Ne e shohim një patologji që në lindje edhe i themi prindit, ky fëmijë do ketë probleme me lëkurën. Apo ajo mund të shfaqet në një moshë madhore dhe i themi, të shfaqur tani, por të dhënat i ke pasur shumë herët, do vazhdosh që të kesh probleme me lëkurën. Përgjithsisht janë dermatitet. Unë do t'i konsideroja patologjia kryesore dermatologjike. Jo vetëm për shkak të rritjes së numrit të tyre në shifra çuditërisht të frikshme,
por edhe për shkak të rritjes së faktorëve që bëjnë ato ndryshimet apo mutacionet gjenetike dhe çojnë drejt dermatiteve, siç janë ndotja ambientale, llojet e ushqimeve që ne konsumojmë, niveli i stresit, ndryshimet klimaterike. Pra dermatitet janë një grup madhor. Aknet janë një tjetër patologji, e cila çon në vuajtje emocionale një grup të madh pacientësh, sepse është përgjithsisht aknet i vuajnë adoleshentët, që është grupi me ndjeshmërinë më të madhe. Është një grup i popullatës që janë në luftë të vazhdueshme me veten, në luftë të vazhdueshme me ambientin, në luftë me hormonet e tyre, me zhvillimin e tyre trupor. Edhe të ushtohet edhe një patologji ekstra, e cila është e dukshme edhe mund të jetë shpeshherë shkak edhe për diskriminim, për keqndjerje përpara pasqyrës, është një tjetër faktor riskant. Kanceret e lëkurës janë një tjetër situatë e cila duhet marrë nën vlerësim, edhe duhet që ta bëj pacientin të rri i lidhur më ngushtë me dermatologun për të njohur trupin e tij, për të njohur ndryshimet në lëkurën e tij dhe në element të caktuar. Pastaj kemi patologji pafund të cilat i përkasin dermatologjisë, por që e thash, tentojnë që të jem patologji kronike. Duke qenë se janë patologji kronike, cila do ishte këshilla jote për ndjekjen e këtyre patologjive? Pra, që një pacient të ndjej i qetë për ecurinë e këtyre sëmundjeve kronike, njëherë në sa kohë duhet ai që të paraqitet pranë një dermatologu? E para duhet të mësoj të njohi trupin e vet, edhe të kuptoj çfarë më aktivizon mua këtë gjendjen, sepse një patologji kronike nuk është gjithmonë aktive. Bie në gjendje gjumi zgjohet, bie në gjendje gjumi zgjohet. Pra çfarë më aktivizon mua këtë situatë, çfarë më solli këtu, çfarë më ngacmoi, si duhet të sillem unë në të ardhmen me trupin tim. Nëse ne arrijmë të lexojmë trupin ton, është më lehtë që të menaxhojmë një situatë të caktuar. E dyta është shumë e rëndësishme që të krijojmë një lidhje me mjekun. Unë nuk e kam asnjëherë nuk e krijoj atë tabun që ky pacient është i imi dhe duhet rri ngultazi këtu. Shpesh u them, merrte një opinion të dytë, sepse marrja e një opinioni të dytë të bën ty si pacient që të jesh më i qartë për situatën tënde dhe në krahun tjetër, ajo që u them shpesh pacientëve që kanë patologji kronike, mos u shqetësoj, them, është një gjë, okay, është këtu, do ta pranojmë, por do e kalojmë bashkë. Për çdo gjë më ke këtu, në momentin që ke ndonjë dyshim, shkojmë dhe në një kolege tjetër, bëj një konsultë të dytë, referohu dhe je më i qartë për situatën që po kalon apo që do të duhet të kalosh në të ardhmen. Doktoresha, a ekziston realisht një formulë sekrete për bukurinë që zgjat në kohë, sepse jemi të prirur dhe jo pa arsye që bukurinë ta lidhim me freskinë dhe me mënyrën se si duket lëkura jonë? Jemi shumë të vegjël përballë ligjeve të natyrës. Natyra ka rregullat e saj. Dhe çdo gjallës, si një qelizore, si shumë qelizore, si e thjeshtë, si e komplikuar, ka ciklin e vet jetësor. Lindim, jetojmë, do vdesim. Dhe pjesë e këtij cikli është edhe plakja. Një individ, kur është i ri, ka atë bukurinë, naivitetin, ëmbëlsinë e moshës, sepse s'ka përvojë, është i papërvojë. Ka zjarrin që i vjen nga brenda, entuziazmin, dua të jetoj jetën. Pra ndrinë është tamam në shkëlqim, në shpërthimin e vet. Ndërsa me kalimin e viteve, individi fillon dhe bëhet më impret në portret, sepse bëhet më cinik, ka më shumë përvojë jetësore, bëhet më dyshues. Nuk mund të qeshi më me gjithçka, duhet diçka më e fortë që ta stimulojë atë të qeshurën, atë rrezëllitjen e fytyrës. Pra, ne nuk ndryshojmë vetëm së jashtmi, ne ndryshojmë edhe së brendshmi. Dhe sa do të përpiqemi të modifikojmë atë të jashtmen, po nuk patëm rinore këtë të brendshmen, duhet ta kuptojmë, maturimi është maturim. Të gjitha tentativat e natyrës, po bëj këtë, po bëj atë për të ndryshuar etj, kanë dështuar. Domethënë, mosha mbetet moshë. Ne duhet që të ham shëndetshëm, pra të gëzojmë sa më shumë që të jetë e mundur faktin që kemi luksin të jetojmë, është gjë e jashtëzakonshme. Ta jetojmë këtë jetë sa më mirë, jo nëpër dyert e doktorëve dhe nëpër të spitaleve, pra ta ham sa më shëndetshëm, të flem gjumë, të bëjmë aktivitete fizike,
t'i kushtojmë kohë vetes tonë, të mendojmë më shumë për trupin tonë, por edhe për njerëzit e dashur. Ta vlerësojmë faktin që jemi Ballkanas edhe jetojmë me familje, është gjë e jashtëzakonshme që ti të marrësh dhe të japësh dashuri. Dhe të bëjmë mirëmbajtje, qoftë edhe të lëkurës, sikurse të çdo pjesë tjetër të trupit, për të qenë sa më cilësor në vitet që kemi për të jetuar. Doktoresha, stresi është ajo që është konsideruar ose ai që është konsideruar si sëmundja e shekullit. Një mendje e stresuar, sa e streson realisht lëkurën dhe sa e plak atë? E streson jashtëzakonisht shumë. Një tru që është i stresuar nuk fleqet, gjurmët e një nate pa gjumë janë gjithmonë në lëkurë. Një tru që është i stresuar sjell çrregullime hormonale, çrregullimet hormonale manifestohen në lëkurë. Një mendje e stresuar nuk ushqehet shëndetshëm. Mos ushqyerja reflektohet në lëkurë. Një mendje e stresuar mund të shkojë drejt veseve, fatkeqësisht konsumimit të alkoolit, konsumimit të cigareve, të narkotikëve të ndryshëm. Edhe ato reflektohen në lëkurë. Një mendje e stresuar gjithashtu mund të bëjë që ti të humbasësh gëzimin për të jetuar jetën. Edhe kjo do reflektohet patjetër në lëkurë, bie kujdesi për veten, dëshira për të kuruar, dëshira për të qenë prezent në jetët e tjerëve dhe për të pasur të tjerë prezent në jetën tënde. Do të thënë, ajo që unë kam mësuar në jetën time të deri më tanishme është që duhet t'i gëzohemi jetës. Njeriu duhet të gëzohet që jeton. Nuk e kemi të gjithë jetën të lehtë, madje do thosh asnjëri nuk e ka jetën të lehtë. Të gjithë kanë ato përpjekjet, uljet, ngritjet e tyre, ato policët e shtrirë në rrugën e tyre që njëherë të ulin shpejtësinë, njëherë të bëjnë të rrëzohesh, por duhet të gëzohemi që jetojmë, kemi luksin që jetojmë. Dhe që është fatimi i madh i çdo njeriu. Absolutisht. Në përmbyllje, sepse unë do ta zgjasja edhe gjithë ditën me një personazh si ju këtë intervistë, por dua realisht, duke qenë se jam përballë një profesionisti të këtyre dimensioneve, të bëje një thirrje për të gjithë audiencën që na dëgjon. Çfarë duhet ata të kenë parasysh kur drejtohen tek një klinikë dermatologjike apo estetike, sepse ndryshojnë komplet në thelbin e tyre? Në radhë të parë duhet të dinë mirë se çfarë kërkojnë. Kjo është më e rëndësishmja. Pra, ajo që thash, të lexojnë trupin edhe veten e tyre. Në radhë të dytë, mundësitë e verifikimit të atij që ti ke përballë janë shumë të thjeshta. Një licencë e urdhrit të mjekut, një diplomë e fakultetit të mjekësisë, një diplomë e specializimit. Asnjë gjë më shumë se kaq. Më pas është vetë mjeku që e bën filtrimin, i thotë, kjo është një procedurë që nuk ka nevojë për mbikëqyrje mjekësore, një depilim po themi. Ti mund të realizosh në një qendër estetike pa asnjë lloj problemi. Jo, kjo është një procedurë që ka nevojë për mbikëqyrje mjekësore. Ti do ta bësh i monitoruar nga një mjek. Pra, të lexojnë trupin e tyre dhe të lexojnë personin që kanë përballë, të kërkojnë profesionistin. Të falenderoj shumë për prezencën tënde këtu. Ishte kënaqësi jo e veçantë, po për te i kësaj ishte jashtëzakonshme prezenca jote këtu. Të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Jetë fiks personi që suksesi e kërkon kudo që t'jetë dhe gjurmon kudo që t'jetë. Faleminderit juve për iniciativën dhe faleminderit sepse unë ua thash edhe gjatë bisedës para se të nisnim regjistrimin. Është shumë interesant që është shtrirë ky podcast edhe në profesione të tjera. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe të gjithë juve që na ndoqët. Ju ftoj të na vazhdoni të na ndiqni në kanalin ton zyrtar në YouTube me të njëjtin emër, ProLiç Podcast, dhe në të gjitha rrjetet tona sociale.